هي جنة وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Allah të ndershëm, sot është mesazhi nga njerëzit e furrës. Kjo Allah të ndershëm, ky mesazh janë gjithë ato njerëzit të cilët janë në furrë e përcjellin këtë mesazh. Dhe thonë deri tek ai i cili e lexon këtë mesazh, deri tek ai i cili e dëgjon këtë mesazh, deri te ai i cili mbrin zani jon, i cili ne jemi duke vuajtur dhe duke piskat. Thot, bjeni vetës mrapa, shpëtonja vetën e juaj vëllezër dhe motra, para se t'ju ndodh ajo çka të na ndodh neve. Ne jemi duke qajtur, ne jemi duke shkruajtur këtë letër dhe duke qajtur, derisa zani jon është terr prej qajtjes të madhe. Me na pa hallin ton se si jemi dopsu, me na pa lotët ton si janë të na shku, me na pa në çfarë shtëpie jemi duke nentur, me na pa çfarë shtëpie dhe çfarë vendbanimi është, i cili fundi i saj është shumë i gjanë, kurse larti i asaj shtëpies, asaj furre është shumë e ngushtë. Sikurse të shihni se ne kur piskatmi dhe tentojmë që të hikmi, por smujmë se Allahu subhanahu wa ta'ala thot na ka veçuar neve në këtë furrën e zjarmit të xhehenemit prej banorëve tjerë të zjarmit të xhehenemit. Kjo furrë është Allah të ndershëm për zinaqarët dhe zinaqaret. Këto ashtu siç janë vetmuar në dynja që të bëjnë kurvallak dhe zina, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka veçue këto në xhehenem me një furrë jashtë xhehenemlive tjerë, e cila fundi i saj është i gjerë, e nalt është i ngushtë. Çdo herë që ju vjen zjarmi prej poshtë, ato kthejnë dhe piskatin të dalin, por është ngushtë dhe kthehen prapë në zjarm. Allah na rujt. Thot për shkak se në dunja, thot ne sa herë që kemi dashur që të largohemi prej kurvallakit, prej zinas, thot për ne smujshim të bëjmë sabër dhe u kthefshim prapë në zina, në amoralitet. Thot me na pa hallin tonë se si janë rrit barqet tona janë bo shumë të mdhaj. Me na pa thot se për shkak thot se në dunja hajshim dhe pishim para se me bo kurvallak dhe i bojshim qefet tona, ashtu si u çknaqshim me ushqim, kurse sot na janë fri barqet tona na janë bo të mdhaj. Me na dëgju e aromën tonë sa e aroma e fliqur anë sikur të veceve, na vin era aroma për shkak thot se para se me dalin në kurvallak u lifshim me lloj-lloj parfumave që të na vjen era mirë dhe lloj-lloj makiazha që të na pëlqejnë burrat e huaj. Thot ne dëgjojshim në dynja fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ëndrrën që e ka pa pejgamberi sa duke flet që e kanë ardhur dhe e kanë marrë me laçet. Dhe deri thot sa kena mbri me një vend, thot kena pa një grup të njerëzit i cili vin ka aroma shumë e rëndë dhe e keqe e kalbur, thot ishte aroma sikur aroma e veceve. Kultu man haula, i pejgamberi Allahut ju ka thonë këtyre dhe me laçeve, kush janë këto që ju vin ka aroma si aroma veces, thot haulai zanun wa zawani, këto janë zinaqarët dhe zinaqaret. Allah na rujt. Do të thot në xhehenem zinaqareve edhe zinaqarëve ju vjen era si era qenefit, që vjen shole ashtu. Allah na rujt. Këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot kështu thot na shkon neve piskatmja e madhe kur na vjen zjarmi. Se zjarmi Allah të ndershëm zinaqarëve në këtë furrë ju vjen prej poshtë të aurreti me ato që janë kënaqur në dynja, ju vjen dhe jau kall aurretet, jau kall ja shkurmon arrjetet zjarmi i xhehenemit. Allah na rujt. Hadithin tjetër sa i Bukharin që është
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi parë sahih targhib, kurse i ditën Buhariun, që e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë marrë ato me laçe dhe ju ka thonë, eja thot derisa kina mbrije, thot e kina pa një furrë. Në atë furrë thot ka ashtë një zonë, një zhurmë e madhe, e cila nuk u dallovte çka thonë. Piskat me madhe, a nuk u dallovke. Thot dhe kemi shikuar atë furrë. Thot kur e kemi pa burra dhe gra. Lakuriç ishin ata. Wa idha hum ya'tihim lahab min asfal minhum. Thot ju vin ke zjarmi prej poshtë të tyre. Ato ku janë prej poshtë ju dil ke zjarmi. Kur ju vin ke zjarmi madhi kapke, ato thot piskatshin dhe kërkojshin ndihmë. Tha pastaj tham kush janë këto njerëzi? Tha innahum zunatun wa zawani. Këto janë zinaqarkat dhe zinaqarat. Rawal Buhari. Kjo Allah të ndërshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu hallin e zinaqarëve, Allah na rujt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, la taznu, mos bëni zina. Se kush e ruan nderin e vet, auriatin e vet, falahul janna, ai njeri e ka xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Allah inshallah na bëf prej tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith tjetër, thot kush më garanton atë që ka mes difalçinve dhe atë që ka mes dikanve, unë ja garantoj xhennetin. Rawal Buhari. Do të thotë Allah të ndershëm se njeriu me rujt gjuhën e vet e ka vështirë. Nuk është lehtë. E me rujt auriatin e vet, nderin e vet, edhe kjo sidomos të ditë nuk është lehtë, për shkak se dyert e kurvallakit, zinas janë çel shumë. Allah i na rujt. Thonë këta, ha nahnu ahlu tanur, ne jena banor të furrës. Thot janë, thot e kina marrë dënimin e merituar atë që kina bo në dunja, me filanan dhe halanan. Ne jemi këto, se ne kemi thirrë në dunja që të dashur, jemi të dashurum. Ne kena dashurit të pastër, s'ka dashurit pastër pa një qa. Dashurit pastër pa një qa, s'ka, ajo kurvallëk. Dashurit pastër, me zemër të pastër, vallaj se kam një jetë me prekune. Aha, me të lona i treti. A kupton? S'ka, do thot kjo është Allah të ndershëm, kjo është rrena e shejtanit, kjo është rrena e dëshirës që ti të arrije shejtanit, të çojsh shejtani atje ku është. Këto thonë, ne jemi krejt këtu çka jemi, banor të kësaj furrës, ne njoni me tjetri ina takue, ina njoftue në për trege, ina njoftu në për rrugë. Kena pas shkuc, janë një shok, janë një shoq, hajtë ta gjeni gjallë mirë se shumë frerash, hajtë ta gjeni vaj se shumë e bukur, shumë e mirash. Thot kena pas shkuc, jo se i na njoftu mes mirëcit, mas ande messengerit, pastaj dikush thot mes chatit, pastaj dikush tjetër mes palltakit, pastaj tjetër dikush mes kamerës, pastaj dikush tjetër mes Facebookit, pastaj Instagramit, e në shtash kajmaki Snapchati. Do thot fundi, do thot gjithë këto thot, ne jena njoftuar me këto mes këtyre rrjeteve, edhe kejt kemi pretendu se dashurit të pastër, të ndershme, si shok dhe shoqe, si motër, aha, po si motër. Do thot kjo është arsyeja dhe kështu nga ki kanë të shti shejtani rujnazot dhe të bjen në këtë vëllezër të ndershëm, në këtë furrë të trishtuar. Feja men yakra hadhi sutur, kush i lexon këto shkronja apo këto vargje. Kjo është mesazhi jon prej banorëve të furrës. Ruajnja veten e juaj, ruajnja auretin e juve o ju rini, se kanë shku knatësit e kësaj dunjoje, kanë bet vujqa dhe dënimin që e shijon. Tubu ila rabbikum, pendohuni te Allahu subhanahu wa ta'ala, wastaghfiru min dhunubikum, dhe kërkoni thot tobe dhe istighfar për gjunohave tuja, para se të na vini musafir në këtë vend ku jemi. Allah i na rujt. Dhe thot këto që në mesazh, ruju o i ri, ruju o i e re, për shkak se mjetët të cilët të qenë janë shumë kollajsat. Epshi është që vlan, por ti që të ndalë është urdhri Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë sa ma shumë që e ruan synin tanë, sa ma shumë që e ruan veshin tanë, ti dhe të jesh më i sigurt prej kësaj vepre. Dhe të thosh dhe të jesh shumë larg prej kësaj vepre. Për shkak thot se ihdharu tanur, ruajnu prej furrës, për shkak se ajo e ka dënimin e dhimbshëm dhe e ka lodhjen e rraptë. Zjarmi është që të djeg dhe të shkërmon. Thot neve Allahu na ka tregu në Kur'an, wala taqrabu zina, mos ju afrovni zinas kur vallakit, por ne thot s'kina marrë mësim. Dojmë të kthehena në dunja, për s'ka këthim, vetëm në atë furrë kemi u pjek dhe kemi u djek. Sa herë thot që kemi ra në makat dhe gjuna, neve prap shejtani na e ka zbukuru,
dhe kemi tentu përzditi, për këtë ihdharu rijal, keni kujdes burrave të kurvallëkit, hikni prej tyre. Keni kujdes hapave të shejtanit, se ai është që të orienton nga ajo. Keni kujdes grave, për shkak se gratë janë një sprovë e madhe. Keni kujdes këngës dhe muzikës, për shkak se ajo është postier i cila të çon në moralitet në zina. Pse se kënga është që ta dobëson zemrën. Ai i cili dëgjon muzikë shumë, ai i cili dëgjon kënga shumë, ai e ka zor të dëgjon Kur'an. Vështirë e ka ai që të kënaqet me Kur'an. Pse është postier kënga, për shkak se në këngë ka këngë të trishtuara, ka fjalë të fliqura, ati thirret për në amoralitet, ati thirret për kurvallak, ati thirret me ta prish moralin, ati thirret me ta prish autoritetin, ati çka s'ka Allah të ndershëm. Sa herë kanë dëgju çto vesh, që kur s'dëgjon muzikë, por në ka rasti rrugës, tregut, marketeve, restoranteve, të çuditshme, atë që e kam dash sot e kam karshi. Hajde. Dhe me ki martohet, ai e ki, a kupton, ka pas ma heret me to mohabet. A kupton, ai tjetri ato në market hin me blet, me kulic, me gru, me fmi, ai thot, vesh njerë kisha pas qef, kini dëgjue. A kupton? Edhe ati gratë martume, vajza beqare e san, ato punojnë aty, ato fjalët vetëm i përsëritin. A nuk ko turp dhe marë, Allah së të ndershëm. A nuk është që ja prish marën dhe turpin grave dhe bijave tona dhe motrave tona, sa muzika dëgjohet në përshpia tona. Sa televizori del dhe këcenat i si shejtan. A nuk është e vërteta? Kush prej nesh dhe i këshillon motrën e vetë, nonën e vetë, gruan e vetë, bijën e vetë, ittakullah, keni frikë Allahun. Nëse ne si përgjegjësa të shtëpisë nuk i ndalmi dhe nuk ndërhim, atëherë çka pret që të bëhet vajza dhe gruaja dhe për këtë është ndrua edukata e gruas ndaj burrit. Ka ndruar sjellja e vajzës ndaj babës, ka ndruar sjellja e motrës ndaj vllajt. Pse Allah të ndershëm, krejt prej këtyre këngave të cilët me ato ecim shumë shkollë, me ato kthena prej shkolla, me ato shkojmë punë, me ato flejmë, edhe ti të bëhet bardh mo. Ti mendon se jeta është jeta Hollywoodit, jeta e këngëtarëve, ai del dhe kcen dhe kënon se ti merr parë ti, se ka dert se ti të prishën edukatë dhe sjellje, se si intereson ati as pak. Ai qëllimi ti është qish me ta prish imanin, qish me ta prish autoritetin. Për këtë arsye, duhet të kena kujdes sidomos muzikës, sa ajo është Allah të ndershëm hapi i parë që drejton anena. Ajo është hapi i parë e cila drejton. A sa përqind prej njerëzive janë ato të cilët nuk dëgjojnë muzikë? Janë shumë pak Allah të nderuar. Për këtë kemi kujdes, ti shikojmë fëmin tonë çka dëgjojnë, marrë që kontrollojmë telefonat çka kanë në to, për shkak se kështu na prishet edukata dhe sjella, thot ihdhurul hatif, keni kujdes telefonit, për shkak se ai është i vetmuar dhe bën çka të duash. Keni kujdes thot atyre të cilët ju afrojnë drejt atij mëkatit. Keni kujdes o ju gra, burrave të cilët ju lëvizin syt mball, për shkak se ata janë të pandershëm, ato shikojnë kush t'i keshet pak, apo kush t'lakohet pak fjalë, ai vihet mrapa, Allah i na rujt. Për këtë keni kujdes, ittakullah, keni kujdes prej njerëzive, prej meshkujve, të cilët janë të smund në zamar, me nxi se presë një gru të keshet, dhe po ashtu keni kujdes prej burrave të cilët ju zgërdhihen, për shkak se luani kur t'i nxerr dhamat, mos mendo se atë të buzqesh. Luani, si ti qese dhamat, mos mendo se është të buzqesh. Ajo është gati për sulm, Allah i na rujt. Për këtë ruajni këtyre, sa ata të cilët thonë, jo, shoqëri të pastër, koleg, koleshk, atë, ndjath, këto janë këtë palavrat e shejtanit. Se çdo sen kur u ka nis në amoralitet në zina, o nis me stakfirullah, të rrethohet shoku dhe shoqi apo shoku. Ja. Kështu niset. Hapi i parë është kështu. I pastër dhe i sinqert. Pastaj gradualisht, të fol, një buzëqeshje, një dhurat, e pastaj me dal me pini kafë, e pastaj, te fura. S'ka? Ç'shtu është? Këto thënë kështu, dhe kana fi zina, thot ne kemi ranë zina, o dhukna fja u elmarra, thot në herën e parë kër kemi ranë zina, e kemi shiu idhëtin,
S'na u ka duk interesat. Na u ka duk e kemi vërejt që imi të bo dishka gabim. Por tha kjo hera e parë dhe dita pas të unë ka Allah na rujt. Allah na rujt. Do t'i bo thjesht. Pas të dëshirot në këtë krim. Pas të i bot, i varët prej saj, Allah na rujt. A kjo është për gjunave të mdoja, Allah së të ndershëm. Kjo është për mëkateve të mdoja. A, thot sikur se ne të kishim kërku falje të Allah dhe të pendofshim, sot nuk do të ishim në këtë furr. Sot nuk do të ishim në këtë furr. Sot jemi të shiju llojet e dënimit të azabit, për shkak se e lëshuam synin tonë në haram, e kënaqëm epshin tonë në haram, tash ne dojmë të kthehena në dynja, por nuk ka mundësi të kthehet asnjëri, Allah të ndershëm. Për këtë të thojmë, thot ne kemi kërku prej Allahut që të dalna prej kësaj, do thot që të kthehen edhe ne, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. O Zot, na nxjerr prej kësaj, të bëjna vepra të mira, jashtë atyre veprave që kemi unë. S'ka Allah subhanahu wa taala, kalla, kur një herë. Atë për këtë vëllezër të nderuar, të kemi kujdes, të ruami veten tonë nga ky krim, nga ky mëkat i madh. Të lutmi Allah subhanahu wa taala. E shet që ke nevojë për gruan e ditë, merre gruan e ditë vëlla, bëni një çaj, merre dytën. Po ke nevojë për tretën, merre edhe tretën. Ke nevojë për të katrën, merre edhe të katrën me halal vetëm. Ato motra, ato nona, ato gratë që na ndëgjojnë, ne të kenë kujdes, mos ju bëjnë shtypje. A kupton burrave, s'ka me marr gruaj tjetër, shkoj te nona. Shko, hajde dëgjoj tjetrën. Nuk ka rregull kjo. Kjo është gabim. Dëshira jo në tjetër, urdhë Allah të tjetër. A dini pse xholozojnë gratë pse burri s'bën me marr gruan ditë? A dini? A dini pse gratë bëjnë të çojnë peshë, me u martu burri, tranohen? A dini pse? Se Allah subhanahu wa taala i ka bën te gratë dashni që veç burrin e vet me dasht. Gratë e martuar të ndershme, Allah e ka bën zemrën e tyre që veç burrin me dash kërkan tjetër. Ajo në menë se ajo që ashtu ashtë, ajo me ndonë thëtë si ta marrë ditën, ja dhe mu mësë mda. Se ajo s'do burë qeter, gruja ndarshme, nuk do burë qeter. Për këtë ajo me ndonë njëntë, a të buri për ndryshe, të buri do t'i gra. Subhanallah, 3 të në 4. Kjo është urtësia Allahut. Pa ato nuk e kuptojnë dhe për këtë xholozojnë. A më një të konë, ne urdhën Allahut du të me ngu. Pa më prazi cila motër tjetë, cila non tjetë, cila gru tjetë, duhet ne t'i nështrona urdhrave të Allahut. Pastaj ka urtësi këtu Allah subhanahu wa taala. A më mirë burriot me shku me bo kurvallak, e pastra me të prue me lloj smuje, apo me pas gruan ndershme edhe ti me halal edhe tjetër me halal. Vëllazër, motra, nuk duhet me çupeja shumë këtë mesele. Atë pse unë kam një, halos kam bënë një ditën, vëdi? Po duhet të thonë kjo mesele fejes, duhet ne ta flasim, jo të shujmë. Të kuptojmë se kjo është çështje që Allah subhanahu wa taala ka leju. Pasi që ka leju Allah, ka urtësi të mëdha në ta. Jo që na përçot babxhishit atë, si ta marrësh ditën ta marr çikën. Po kjo është në rregull. Sidomos do të çka din fejen kur bëjnë kështu. Allah ya Rabbel alamin. Ato që din fejen me boket, s'ban. Përkundër thosh bravo, Allah pas kam pas dhëndor, hakikat dhëndor. Ha? Po vëllazër, për ndryshe kemë çun xhanan në furr. Për ndryshe në xhahenam, Allah na rujt. Për këtë arsye, do thotë ne duhet të nështrojmë urdhrat të Allahut. Ne cekëm edhe në hutbe që besimtari i sinqert, Ramazani është që njeve na edukon që të nështrojmë komplet urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Komplet urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye, do thotë njerëzit pastaj lakmojnë rujna Zot në të rrugaqet. Lakmojnë të rrugaqet. Pse? Se njeriu ka nevojë për bashortën e vet. A dhaj jo t'i bëhet sikur në qistaç të shtëpia. Pastruese. A dhaj duhet ta ketë kujdes. Do thotë duhet përgatitet për burrin e vet. Duhet bëhet nuse për çdo natë për burrin e vet. Duhet të veshë petkën më të mirë, më të dashur, më provokativ për burrin e vet. Se ta vjedhin ato rrugaqet që rina për semafora, na për krivina, na për kthesa, ta vjedhin burrin. Pa shallën ta vjedhin. Por mos këshirt të udhëzuarit ato të cilët kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Se i ka frikë Zotit të Arshit të Madh dhe tutët ai. Se e kujton hadithin e pejgamberit, e kujton këtë furrën. A kurse ai që se ka dëgjuar këtë hadith, ai që se ka dëgjuar këto ajete, ato të cilët nuk sillen nëpër xhamia, ato nuk e dinë këtë kërcënim që e ka bëu Allahu dhe pejgamberi në Kur'an. Ai nuk e bën llogari këtë vela. Nuk e bën hesap pas pak. A kurse besimtar po,
Një të kohë, kur të dim që neje, këto, kanë frikë Allahun subhanahu wa taala, jo se, a kuptan, galje madhe. Dhe shumica Allah të ndershëm, ankesat e shumicat që kanë ardhur dhe që bien njerëzit në amoralitet, në kurvallak, për shkakën është një numër apo një përqindje e madhe mos kujdesja e grave për burrat e tyre. Mos kujdesja e grave për burrat e tyre. Pse? Ka shumë, po koha nuk na premton veç disa pika, ka shumë raste. Pse se ne si shqiptar rrim më një shtëpi. 5 kunetni, a kupton, kallaballak i madh, a kupton. Po? Më një banez, 3 vllazni. Çi shko më rahatu ai vlla? Çi shka më uratu ai martum? S'ka mundësi. Kjo është një. E dyta është mos kujdesja, mos pastërtia, mos lotja e dhomëve, mos lotja e trupit, mos lotja e teshave, kështu me radhë. Mos kujdesja. Pastaj e treta është që normal nuk ka mundësi një grua ku të rije me kunetni në shtëpi, edhe ajo të veshet me tesha të cilët të tërheqë burrin e saj. Nuk ka mundësi. Për këtë arsye, ne duhet të jemi pak ma afër sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ma afër sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë si daj djam se unë jam shqiptar, jam burr azgan. Ja, ke katastrofë është. Martohet çitë banesën e vet, vëlla, ne të punojnë, ne ta marrin, ne dalëm banesën. Ke mundësi të ndresh një shtëpi ndreqja, ke mundësi një banesë bonja, s'ke mundësi, ne dalëm me qiran, ne trahtohet me bashortën e vet. Kjo din, kjo është fe, o Lazar. Pse dalin belajat, pse vin sprovat? Për shkak se nuk i kena parasysh këto urdhrat e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Për këtë vëllezër të nderuar, të kemi kujdes. Të frikmi për kësaj furre. Edhe motrat, gratë, e besimtarëve, muslimanëve, duhet të kenë kujdes. Të jenë në krah djathtë që t'ja ndihmojnë burrit të tyre. Të kujdesen për burrat e vet. Të mbajnë trupin e vet për burrat e vet. Për shkak mos bësh ti shkak dhe sebab që burri jot ti ke të shkojë në xhehenam, Allah na rujt. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allah na përmirëson hallin. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allah të arrujë shoqërinë tonë prej këtij krimi. Lusim Allahun subhanahu wa taala që ato të cilët bën sebab dhe realizojnë rrugët rinive për këto krim, Allahu të shafën që kthen. Si mos të udhzohen, që ato sidomos që bëjnë plane dhe strategjia dhe ja kanë përgatit terrenet çish me shku dhe mu vetmu me bë kurvallak, wallahi mirë për ta. Wallahi mirë për ta. Nëse nuk pendohen. Edhe pse di do të kam dëgjuar që kanë bërë investime, shpenzime të mëdha, më mirë venja qibritin me dorën tënde se sa vallahi të vjen dita e kiametit. Pashallahin, vallahi bila nuk e di kush janë. Veç çdo kush që bën kësaj strategjie, kësaj plani për mu pasuru, mos mendo se fëmia jot ka më të bëj halallit. Haroje. Fëmian tan ke me pas çast shtëpi, ose vajzën tënde ose djalin tënd. Pa të kthije, ti ja u ke mundësu që nderi muslimanve të mirët na përkom, dhe nderi jot i familjes tonë mos fliqet, ja, kësë mundet. Nuk ka mundësi. Për këtë pendohuni të Allah sa më shpejt. Kërkoni falje të Allah sa më shpejt, atë investim që e këno, ja, thënja të shafën, digjën ja krejt, ja ndroja kahjen, bane vepra të mirën, qatë vend që ju ka bo mëkat, që e ka nëhidhru Allahun subhanahu wa ta'ala, ndroje le të bot vend, ku bot i badet Allah subhanahu wa ta'ala. Për shkak, mjerë për ti nëse nuk pendosh të Allah. Tash është kohë, shejtan që janë të lidhet atë ndojt. Këto pinjerëzive me dy kam, edhe këto janë lodh, a di s'ka kush të nxitje, tash është kohë që të pendohesh. Tash është kohë që të largohesh prej mëkatit. Lutem Allah subhanahu wa ta'ala që Allah t'i largon prej këtyre gjunahe. Lutem Allah subhanahu wa ta'ala që Allah t'a ruajë shoqërinë. Lutem Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të na mëshiron dhe lutem Allah subhanahu wa ta'ala që të gjithëve në xhenet e Firdaus na bashkon. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Allahu 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 Allah Allahu